grupin e tij që me bë presion inspektoriatit që zguxon me nol punën. Mi thon pyetje, ku guxon kryetori i komunës me Leç, mi don një inspektorit, mi thon ti zguxon me nol punën. Po ti i të kalu jashtë kompetencës ligjore. Zoti Kashi, ti e të bo propagandë edhe ti e të shajtë edhe kënë. Ti e të shajtë edhe kënë. Ti se donë edhe kënë, se donë të mirën, ti i vendosin. Nive asë një komunë, e Republikës Kosovës, kur ka shku inspektoriati, torë du të me torë. Kur ka shku inspektoriati kulturës me në. Të më ki një mashtrus ordiner për këtor komune, zguzon me kritiku. Pos qëllës analizë me i thuti në studio, pos qëllës analizë i thuti mashtrus dikut. Analizë në shkrutimet. Jo ti dush me qitë disa argumente, ble. Mos bre. Ku me i thonë mashtrus. Cili ku ka argument? Argumenti maj malë. Që kjo është një analizës t'juve për qeverisja ose kjo qeverisja ti. Nuk ka të Prishtinë që mos mi thonë. Jo, është fakti më i madh i kësaj shka thoi Lena. Që ai ka deklaru dhe ke fitu në për gjykatës. Për shka fitu? Cilat nga 205 pëntimi i ka realizu? Cilat? Klu, të thot Amalian Taliaj, sepse zotri Roma po deklaran po mbengën qeveri. Pa i du të dishka mu vitimizu. Kjo është forma psikologjike themelore e narcizoide. Njeri dashunum vetë që s'ka qep me i thonë, je i keq, edhe thot jetu më shojt. A ti për kritikon dhe pëse pja du një realitet. Lere ma është duke bo një vepër penale që duke bo deklarim të rrenshëm. Po gjykata bë është jo, sa gjykata është me shpallë dikon fajtojnë. Do shpallë fajtojnë në studio. Dhe shpallë najla ti thonë që mos ta mashtron publikun, mos ban veprime të kundërleqme. Po me thonë mos ban veprime të kundërleqme dhe me thonë mashtrues janë dy shatet ndryshme. O të lutëm, one i deponej shumë kërkesa inicuese për ndjekjen penale të Zëtit Roma, edhe për shkak të procedurave të prokurimit publik, edhe për shkak të raportit të auditorit. Paramendoni jo Shakabon ka lidh kontrata me operator ekonomik për çështjen e mbeturinës.